Shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit bukë të nxehta, si gjithmonë të freskëta, të nxehta edhe në shtëpi. Koha ftoft, as me dalë për jashtë hiç. Krejt që kanë nevojiten janë 1 kilogram miell, pra për brumin, 1 vezë, 2 lugë të gjellës kos, 50 ml vaj, 40 gram moja të bukës, kështu që është si sapon pra, ose 1 paqet moja të bukës që është pluhur, 1 lugë të gjellës me sheqer, 1 lugë të gjellës me krep i kompërzi, 200 ml me qumësht të ngrohtë, dhe 400 ml ujë të ngrohtë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek ujë i ngrohtë shtojna tashti mojen e bukës, sheqerin kripen, qumshtin e ngrohtë, një vezë, 50 ml me vaj, kosën e qesim edhe i përzina gjithë përbërësit i shprazim tek mielli këtu në mikser. I përzina to derisa të tretet moja e bukës edhe të përzijë një veza gjithë përbërësit që i kemi hidhur. Ky i përzite gjithë përbërësit tashti i hedhim pra tek mielli. Mikser e përzina brumin ose e përzini me duar që shtani. E kemi përzi brumin, tashti kemi qitë miell pra te këtë rase kuzhinës e qesim. Brumin e ngjeshim me duar edhe prap e qesim tek një enë thellë që të dyfishohet pra brumi ose të pushoj për ndryshe për 45 minuta. E ngjeshim brumin mirë edhe qesim pra tek ena. Tash këtë enën e kom spërkon pak me vaj edhe tashti bismillah e morëm brumin që e kemi ngjesh mirë, e qesim pra tek ena, e mbulojna me folje, najlona dhe lojna për 45 minuta që të pushoj dyfishohet. Edhe mbas 45 minuta, brumin e shefni vetë për mashallah është dyfishu edhe ka nisë që shtojmë gjithmonë të këshia me dalë, sepse edhe ata pedin që po gatuj bukë, kështu që ne tashti tek drosa kemi qitë miell, edhe hekum foljen edhe i ndojna pra bukën. Tash pra e shprazim brumin. E ngjeshim me duar edhe e ndojna pra bukët. Një brum fantastik i butë. Tash pra i ndojna edhe bukët, tepsin e ku morë, unë nash kom qitë letër për pjekje. Brumin e kemi nda pra në 8 kuleq. Si gjithmonë në miell i rëkullisim tash kuleqt, si kurse për pite. Edhe shkojna duke ju ranu kështu, duke i hapur pra kuleqt me gishta. Edhe duke e mbyllur pra kuleq kështu nga brenda. Edhe duke ranu kështu me gishta, në fund pra e mbyllëm 2 cepat me gishta e ranojna. Edhe i renditim pra bukët në tepsi. Kështu me radhë dhe në fund. Edhe pa i mbyll kuleq mundeni po kështu metodën e dytë, veç që shenë që kuleq të ndam të butë me i hap me dur edhe me njëherë me mështjellë bukët. 2 mënyra që shdoni pra. E mbyllëm pra për qoshet.
Tashti I kemi qitë pra gjitha bukë në tepsi, e mbulojna tepsin edhe për 15 minuta me një salvet e pastërt, furrën e lëshojna me një herë me u nxehë, temperaturë 190 gradë, për mi ly për mi pra e marrën veç një të kuq të vesë edhe përzina me një 2-3 lugë të gjellës me ujë të ngrohtë edhe lojna hazër me një herë mbas 15 minuta me ly bukët pra me të kuq të vezës edhe ujë të ngrohtë. I mbulojna pra në salvet. Bas 15 minutave e kemi hek salvetën edhe me një thikë të mbretja, bojna kështu, ka do vija për mi, e lyna me të kuq të vesë edhe me ujnë e ngrohtë që kemi përzi. Furra është nxehur temperaturë 190 gradë, me një herë mbasi që kemi ly për mi, e fusim tepsin në furrën e nxehur. E lyna pra për mi, me një të kuq të vesë edhe ujnë e ngrohtë, 2-3 lugë gjellës pra në ujë të ngrohtë. Edhe tepsin e kemi hek prej furrës, I kemi pjek bukë në temperaturë 190 gradë për 20 minuta. Nxehta dvala, janë pjek shumë mirë, se për fundi, ashtu edhe për mi, dalin pamuk. Ja vlendi provoni, kanë mi u knoqë dhe kur s'keni mendruar recetën. Neve na befshin mirë, e juve po ashtu nëse provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma beni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them, miru pofshim.